Përshëndetje miq, si gjithmonë, një emision i cili titullohet emisioni pa emër, ju vjen alerti dhe ju vjen dhe notificationi për ta ndjekur. Ne tashmë jemi në platformën e YouTube-it, Facebook-ut, por do jemi dhe më gjërë shumë shpejt. Ky emision është i bashkëdrejtuar nga unë Marsit Gupi, miku im Andri Bala dhe miku tjetër Ermal Peçi. Sot do jemi vetëm unë dhe miku im Andri Bala, duke marrë shkak edhe nga zhvillimi i seancës plenare, në cilin ju pat sot një debat fort edhe të ashpër edhe midis zotit Taulant Balla dhe zotit Sali Berisha. Debati kaloi në çështje të së shkuarës, deri aty sa u përmendën firmat piramidale, u përmend gjithashtu akuza në lidhje me naftë të dhënë edhe të shitur Miloševićit, luftu që e tjera akuza të cilat dalin sa herë që realisht Partia Socialiste ka një shqetësim. Siç e pamë edhe para zgjedhjeve. Pra, sa herë Partia Socialiste realisht ndjen një rrezik nga Partia Demokratike, për dalin skenë 97 firmat piramidale, dosje akre etj. Dhe kjo gjë nuk është se ja shton peshën akuzës fakteve që mund të jenë kundër zotit Berisha, po i zbe. Por pas se të merremi me këtë që ka rënë në sy, është mungesa e kryetarëve të partive të vogla ose e ish kryetarëve të partive të mëdha, siç është zoti Lulzim Basha në Partinë Demokratike, të cilët realisht mungonin në këtë seancë plenare dhe besoj që do mungojnë deri në konstituimin e parlamentit. Nuk e mori mandatet e deputetit, po pasojmë që nuk i ka marrë legjislatura vjetër, nuk është përfunduar, kështu që është deri në shtator deputet paktën qoftë për të thënë dhe ato llafet e fundit. Jo, më ke detyrën. Dhe si puna asaj, nëse ty të vjen njoftimi që për 2 muaj do shkarkohesh nga puna, kjo s'do thotë që këto 2 muaj që të kanë mbetur do shkosh në punë. Po, e drejtë. Me idenë që të vetëm aty se jam, është detyrë, ajo është detyrë e para punës politike, morale, ligjore dhe është një detyrë shumë e lartë. Mandati politik Andri është edhe mandat përgjegjësie, është si puna e qenit kryefamiljar. Nëse ajo që është titulli i këtij emisioni miq, është titulli që Berisha e shkatroi, Rama e përdori, fundi turpshëm në Lulzim Bashës. Pse kemi ndërtuar në këtë lloj forme dhe pse është ky titull? E para sepse realisht në atë moment që Basha mendoi që ishte momenti më i dobët i Berishës dhe mund ta merrte totalisht partinë, ishte momenti në cilin Berisha, do thosha Bisha, po s'ka problem. Realisht Bisha kraken. Para herë ky titull nisi nga që s'ka marrë legjislatura e vjetër. Po. Dhe Basha vazhdon mos paraqitet. Dikur edhe Fatosnano kur Edi Rama mori PS-n, nuk shkonte më në parlament, shkonte herë 6 muaj sa mos të ishin mundësinë ose mandatin, pagesën, mandatin, pra që të kishte edhe imunitetin, kishte edhe benefitet e që ta marrësh vesh, po ky nuk shkon sot, më kupton. Mund ta mbaj deri e mban mandatin e deputetit deri në shtator, po vazhdon e paguhet me një rrogë të caktuar edhe duket se nuk 3 vite mbas apo 1 vit e gjysmë mbas, nuk e mbaj më, 2 vite mbas, vazhdon të paguhet një rrogë të caktuar deputetin. Kushdo që ka qenë më shumë se 1 legjislaturë, pra 2 legjislatura e sipër, merr 78% të pagës së deputetit deri në momentin që punësohet diku. Pra nëse zoti Basha dhe shumë deputetë tjerë rrin pa punë, po do marrin diku te 2.200.000, 2.300.000 nga 3.500.000, që është aktualisht rroga. Po mos punoj as i ditë asnjëherë. Derisa dali pension, po. Çfarë thotë? Do të pa paguaj, do vazhdoj pa paguaj. Duke të gjendë ja Terezi. Si shikon duke i përshtatur kësaj teme dhe të ka bërë përshtypje mungesa e tij të paktën për një përgjegjësi, se kjo pjesa e mosdaljes, sepse ai nuk ndihet as në prezencë. Problemi është se do ndihesh në prezencë që të ndihesh në mungesë. Nuk Basha kështu është sjell, her pas here ose të paktën ka një lloj zhdukje totale, po më kryesora është që e ka vendosur, paktën se do t'ia themi edhe njerëzve që e ka vendosur që mos rikthehet më në Shqipëri, të paktën për disa muaj ose shumë muaj, edhe me miqtë e tij që flet, komunikon, thotë se nëse do vi ndonjëherë do kthehem në Tiranë, me kismet takohemi, më kupton? Kështu që as ka ndërmend të kthehet, as ka ndërmend të marrë Partinë Demokratike sikurse pretendonte apo atë gjyqin e famshëm të Vulës, nëse e mban mend, që vazhdon akoma gjykat lart. Pra nuk merr Vula duke ne në emigrim, a kupton? Po. Vula merret këtu nëse ti ke kauzat e tua politike ose mendon se të është bërë një padrejtësi, që se besoj se Basha e ka pas në një vokacion që të kandidoj apo të krijoj një parti për te Partisë Demokratike, nuk e më duk si e para njërë një kandidimi përmes euroatlantizmit
pa vullën e PD-s, pa logon e PD-s, jo si demokrat, po si Euroatlantik, besoj se ka qenë gjë ose veprimi më i gabuar që mund të ketë bërë zoti Lulzim Basha. Pse është më i gabuari? Sepse ai e dinte shumë mirë që nuk kishte gjë, tani ose e ka bërë Kastile që të largohet për thënë që e bëm, e provuam, dështuam, tani më blini rehat o vlla se unë do të shijoj jetën. Se s'po e lejmë të shijoj as jetën, a kupton? Se duket sikur ne po e kërkojmë me zor Lulzim Bashën që të kthehet apo. Ai s'doi shkretin, ne e kujtojmë tani. Përse edhe ne bëjmë gabime, më kupton? Po mirë, po ata se e thrasim ne, e kupton, si puna aty ne shiko. Fantazmave që e ke përsëri. Ajo që ka rëndësi sot është sepse gati të gjithë enturazhi, i cili ka qenë besnik ndaj tij dhe që vazhdoi të ishte po ashtu besnik ndaj tij dhe që ne e pam në ekipin e asaj që u quajt koalicioni Euroatlantik. Po i lau durët. Me këtë i lau durët. Vazhdon të jetë besnik ndaj tij sepse fabula e re, të cilën ata e besojnë, dhe thonë që të gjithë, përfshi dhe ata që ne kemi miq të tjerë shumë mirë, është që faza përfundimtare që realisht e ndan këtë muhabet është gjyqi në gjykatën e lartë në lidhje me vulën. Ka folur së fundi. Një sekond. Përderisa ka verë të re në fuqi të vjetër, tregon që tregtia e verës ka ndërmend vazhdoi akoma. Po realisht problemi që ndron këtu. Do vazhdonte nëse Basha do vinte këtu. Fakti që këta s'po e gjejnë, se kanë harruar me vënë GPS-in, se po ti kishin vënë GPS edhe e kapshin për shkak se kush ose çfarë po bën. Të vetmet personat që mund ta dinë janë njerëz të afërt Bashës, si ne s'kemi lidhje fare se ku është Basha se se di njëri. Po ty ka bërë përshtypje për shembull fakti që sido që shkoi rezultati zgjedhor nuk doli dhe nuk mbajti një deklaratë, në të cilën qoftë bënte një mea culpa, qoftë tregonte i njoh apo nuk i njoh zgjedhjet, pra në atë palje mund të quante zgjedhjet farc, siç bënte mentori i tij politik. Dhe babai i tij politik zoti Berisha. Po sa fars. Dhe thoshte që shiko, unë nuk ndjej ndonjë përgjegjësi politike dhe nuk e shikoj me atë punë farsës nuk i ecë as. Me punë farsës, jo do duket si kopje vazhduese e Berishës se këtë. Po të po them pra nuk i ecë as kush në Partitë Demokratike. Nuk i ka hequr. Atëherë ngel opsioni i dytë, që i lau durët njëri mirë ky zotëria me politikën, pra e mbaroi totalisht. Si të thuash, nuk i lau durët me politikën, kishte që i kishte ndarë me vetë dhe ndaj të tjerëve, apo do të mendjen me atë pjesë. Problemi ishte se ky tentoi të lante duar tani me bashkëpunëtorët e vet, si futin qorsokak. Pra tentoi të e mbajtën vulën, kur ja dha apeli vulën, ja riktheu me drejt Partisë Demokratike, me në krye zotin Berisha, sepse mori 500.000 vota. Se qesh. La durët me të vetët, po të them sinqerisht. I tha atyre tani unë deri këtu isha, kupton, ja e provova dhe momenti real kur u pris gjumi. Edhe, edhe i tha, ja unë deri këtu isha, nuk mund të vazhdoj për te i kësaj sepse është e kotë. Se gjithë i thoshin, mos kandido. Pse mos kandido? Sepse rezultati Bashës 2021 ishte më i mirë se ç'mori Berisha 2025. Nuk është dash e vërtet. Pse? Se edhe ajo pavarësisht se unë e them, kështu që kryetari ishte Lulzim Basha. 2021 Basha e mori me Berishën nga mbrapa dhe atë rezultatori. Po, pa Berishën se e kishte atë Basha 2023. Po më mos ishte fare, më mos do të ishte Euroatlantik. Prandaj po them që vërtet ai e mori, se ta thash dhe herë, ne për hir ca kështu, si thuash, momente sinqeriteti, kemi thënë që Basha 2021 është më mirë se Berisha 2025. Problemi është se Basha nuk është ndarë kur nga Berisha. Vetëm rast që tenton ndahet nga Berisha ishte kur e shpalli non grata dhe deklaroi jashtë partije. Kur e përjashtoi nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike deri në moment, pra do ishte i ngrirë deri në moment që do seronte pozitën e tij dhe çështën e non gratës. Që edhe kjo është e thënë me zbukurim sepse de facto do ishte përjashtimi i përhershëm, a kuptohet? Po. Me idenë që 2025 Berisha mos konkuronte më. Kjo ishte qëllimi. Po Basha nuk kishte atë qëllim. Pra nëse Basha kishte qëllim për të marrë PD, nuk duhet kandidonte me Euroatlantikët. Se thoshte, unë vlla, pse do kandidoj? Unë pres vulën në PD, s'kam një gjyq, valla, nuk kandidoj. Sumte nuk e bëj për rrog deputeti, as për të qenë pjesë e parlamentit të Shqipërisë, opozitarizmin apo betejat e mia politike apo betejat e mia kundër regjimit, narkoregjimit, çuaj si duash ti, mund t'i vazhdoj edhe jashtë. Nëse Berisha do dështonte sikur se dështoi në 2025, do thoshte që unë e lash partinë me kaq deputet dhe ju e morët dhe e katandisët në këtë ditë kur sot, kur e lash kaq deputet vetëm pa aleatët si zoti Meta e tjerë.
ju e katandizët bashkë me aleatët më kje se sa që mora unë dhe do t'i të balapur dhe të elektorati. Që me Berishën nuk ashtu, më emri më vullën se unë do e qojnë në betejat e fitore të një pasjeshme që nuk besoj se... Po do në gjithë se më mirë se sa që gjithë tani. Problemi është se zjodhi të mënyrë, se për t'i thënë njerëzve që s'ka mas ambicie politike, pra kishte një lloj programi familjar, interesash ekonomike, që e mbylli, atë bën përshtypjen ty që vetëm zoti Basha nuk është nën thundrën e spakut të tmerrshëm? Ti e thot ashtu këtë sikur është një aftësi e tij politike që i ka shpëtuar. Po si ka mundësi valla? Apo shiko. Ka të bëjë që ikën shumë shpesh jashtë, që lëviz apo sa gjen këta me sistem tim, apo si është puna? Se këta kthyn këta nga Dubai, burr që ishin kriminalët frikshëm dhe i kapën. Duket në sipërfaqe pozicioni i Bashës dhe gjithë raporti Bashës brenda PD-s, raporti i tij me Ramën me Berishën duket shumë i zbet, por realisht Basha nuk ka qenë lojtar këto 4 vite, i cili ka qenë periferik. Po si ka qenë? Në qendër. Sigurisht problemi. Në mes. Basha po. Basha në momente të caktuara në qendër po them. Ka lobuar fort për interesat veta. Dhe ka kuptuar që në një pushtet politik nuk përfitohet vetëm politikisht, po përfitohet titulli ja ka fitu Basha. Dhe ekonomikisht. Prit. Nuk po themi ja ka dalë fituar Basha. Problemi ja kanë dalë të humbur demokratët dhe atlantikët. Po pra po. E kuptoj. Se kështu ato rregull e ka ai për vetë. Ai hyri milioner në politikë por për punë. Ajo që ka rëndësi është i fleqeni i lefqeni shtrirës edhe. Unë mendoj që nuk ka, domethënë që Basha ka pasur benefite. Ajo që unë nuk kuptoj është si ka mundësi që dhe ekipi që është afër tij, edhe ekipi që deri dje ka mbështetur me shumë pathos, sepse dhe zoti Nor ka qenë nga mbështetësit më vetë më të mëdhenj, deri në momentin që u prishin interesat në raport me zotin Berisha. Edhe zoti Bardhi më duket. Edhe zoti Bardhi dhe zonja Tabaku po dhe zonja Vokshi e tjerë. Këta kanë qenë enturazhi i afërt i tij. Tani ajo që dua të kuptoj dhe ta bëj ty si pyetje është që ky zotëria mos valle mendoj vetën aq të zgjuar dhe të ditur sa në moment që i prish interesat me mentorin e vet politik me Berishën, flirtoi me Ramën dhe mendonte që mendimin e Ramës mund t'i merrte PD Berishës, dhe këtu çfarë ndodhi? Pra e shiti edhe Rama dhe Berisha. Apo ti shikon se realisht një luftë e drejtë që ky ka bërë me sa fuqi kishte dhe në fund ditës forcat e veta ishin shumë të pakta krahasim me këta dhe dështoi politikisht. Pra ti si Andri Bajra, cili është funksionaliteti që i vektit zotit Basha ti... Për avokat në djallit, Basha ka arritur të marrë vetëm i kompromis për sa i përket raportit të drejtësisë. Këtë kompromis e ka bërë duke u bërë se i meni Berishës, pra Basha nuk ka pas kur ambicie politike për të bërë kryeministër. Prandaj flinte gjumë në thonjza, me fjalisht apatik. Dhe nuk rrezikonte edhe shumë, ta themi edhe. Ishte edhe apatik, po pra, ishte apatik në çdo veprim të tij. Besoj se ka bërë një marrëveshje me Berishën për atë pjesën ku ja kanë kërkuar që të largojnë Berishën nga Partia Demokratike me shishën non grata. Ka bërë atë rolin se ti vllai ka thonë, sipas si e mendoj unë tani, se që është çik shumë fiction, trillim, po përsa ku nuk kemi fakte, besoj si i ka thënë Berishës që unë do të bëj sikur të largoj, do bëjmë të lojën që betejën politike, pavarësisht se u gënjyen dhe pika kulminante ishte ku demokratët u gënjyen me atë përplasjen e famshme të Lul Bravës, ku njëra palë sulmonte e tjetrën, dhe duke sikur vërtet, ata që njerëz që kishin shkuar aty e besonin se konflikti ishte real. Në fakt, aktorët kryesor bënin se hir e shifshin tamam kështu si ato në kinema, kupton, shifshin një film të ndërtuar me narrativën e tyre, se gjapo i bëj një padrejtësi Berishës dhe do të rifitonim kalan apo kullën, qoftë edhe me dhunë, qoftë duke sakrifikuar gjithçka, duke bërë këtë zoti Basha i bën shërbimin e fundit zotit Berisha. Pra në sensin që Amerikanëve i thotë që unë bla e largova, po ai siku, kupton? Unë tentova për vullën, po vullën s'ma dhan këta, Berisha është më i fort, tregoj se ishte më i fort, unë s'kam çati bëj, futi një atlantizëm i gënjeu dhe ata që për pos filmit ti,
budallet ishin ato që shku nga mrapa të Atlantizmi, burr, që se kuptuan që kishte bërë, po ta them sinqerisht. Nuk po flas ata. Nuk po flas ata të rinj. Nuk po flas ata të rinj, do flas për kupolën, jo këto që drejt çoku dush. E kam llafin për nuk po flas për këto ik atje di paket cigare. Flas për njerëz të rëndësishëm që duhet të kishin llojin të valla, si ka mundësi ky bashkëpunëtori më i rëndësishëm i zotit Berisha në gjithë qeverisjen e Partisë Demokratike. Njeriu më i afërt dhe Bajrakut Berisha. Po Bajrakut, tani në 8 vite, 10 vite, kushat më të forta që kanë bërë këta për njërin tjetrin, kush kanë qenë? Lul Brava dhe Non Grata. Non Grata, apo 21 janari, apo çka kanë thënë, gjëra që dihen fjala vjen. As 21 janari se kanë përmend. Se janë të dy. Po donin për shembull më thoni që më tepër, tani se di Berisha se çka ka bë Basha. Apo se di Basha çka ka bë Berisha. Se si futeshi te familja, te kunati, te dhondri, te vjerri, te nusja, te ku ti jon, te dashnorja, po deshe ti. A kupton? Jo i Bashës, mund të dhe Berishës, mos e më. Po dakor, e marrë. E kuptova çfarë thonë, mos e daj thua për sensacion. E kam për sensacion, nuk e kam te asnjëri. Thelbi është që se s'u di bëj pjesë ata. Ne kemi parë janë martuar. Jo, njëri është serioz, tjetri i fle gjumë. Nuk e di ai del koha me ashtu dhe dashnorën. Thelbi është që ne e dim se si është Berisha kur veti kënd shinjestër. Dhe çfarë verbi ka dhe çfarë gjuhë ka. Po. Domethënë kemi parë raport me zotin Nano, që i përmend edhe fustanet e Xhoanës dhe helikopterët edhe të brendshme. E kemi parë dhe me ministrat e zotit Nano. Me të gjithë. E kemi parë po ashtu me kriminale, me Ramën e me figura mediatike, siç e kemi parë dhe me Ramën dhe me tjerë. Me këtë zotrin, 2 akuza ka pas Berisha. Pengu i Ramës dhe Lul Brava. Po. Ndërkohë, naqeshin demokratë, thosh sa është bukur e ka ose tub oksigjeni. Po. Kaq. Kurse Basha ka pasur 3. 3 këndçi Bermutës, që fusën në ditën e valle Berishën me Ramën. Non Grata, thesi Non Gratës. Po. Dhe treta është që i ka thënë drejtësia, spaku, njeriu që ka probleme me spakun e do. Gjë që këtë mund ta thot kushdo. Këtë mund dali ta thot çfarë them ty edhe një pezor personazhi më i vobek që mund dalin në emisionin televizion, mund të thotë të gjëra. Edhe Baba Ramo, i cili domethënë i ka ardhur koha domethënë vetëm që thillet vetë në arkivole dhe të vdesë mediatikisht i thotë të gjëra. Në këtë kuptim, unë ditë them që zotrinjt në fjalë, në qoftë se ne nuk kam pasur luftë reale, përsëri në këtë mes i përdori është Basha. Edhe në qoftë se Basha realisht vetë për shkak të flikrave që ka, për gjërave informacion, nuk e di. Prap dela imi i humbur, pse? Sepse ka humbur ata njerëz si ndër besnik, sado pak të ishin. Mua ka bërë përshtypje diçka ëndre. Pa i ka qenë i mbrit të burrë. Në gjithë literaturën që kam lexuar, figurat më të larta politike tregojnë këtë gjë që pasuria më e madhe, nëse do të jesh politikan, prijes, nuk ka rëndësi lider, networku dhe njerëz të tu të afërt. Në moment që gjithë enturazhi jot nuk të shikon më si të ngjashmin e vetes, si drejtuesin, si të afërt, sado para të kesh ti ke humbur luftën. Kunatin ka pas të afërt ai, Vjerin e ndjer, duket apo ai vdiq jati apo Vjeri, se ditën. Jo, të dy kanë ndruar jetë, edhe babai dhe Vjeri. Se s'do ti përmend. To kanë pas njerëzit më të afërt pakten nga akuzat mediatike. Se familje janë. Po pra, po nuk ka me fjalë. Për te këti rrethi ka që kanë edhe Baxhanaku, ne ka pas Kunatin. Edhe pa doza humori, për shembull, unë shumica shokëve që kemi, shkojmë me Baxhanakun. Patjetër. Nuk po them, nuk e kam sensin e asaj, po nuk arriti dot ta shpërndaj rrethin. Të gjithë përpos familjes thonin që është mashtrues. Me fjalë, ishte nëse për te Lul Bravës ose për te që flinte gjumë, që e ngriti si spin Partia Socialiste, Gjumashi për sa kohë nuk bëri as pjesë më të madhe, gjumi kishte të bënte me pjesën që s'bëri asgjë kur kishte Bashkinë Tiranë, dhe flinte i gjumë, thoshë realisht bëri, vuri vija të bardha fonde, ai thotë që nuk dha fonde zoti Rama. Po s'ke më ke taksa, s'ke punë. Qëndrimi i tij ka qenë që vjesa e fondeve ka qenë për shkak se s'e ka dhënë zoti Rama. Ore viza të bardha në rrugë, ç'lidhje ka me fondet e Ramës. Viza të bardha me shtru rrugët me vizë të bardha, me vëm vizë, jo me shtru rrugë, me asfalt. Me shtru të bardha. Jo, viza të bardha me vëm viza në rrugë. Duket nga ta djem. Duket si këto kohë kur filloi Monikatilin, i hyra asaj pune. As vizat e bardha në rrugë nuk i voni dot. Se tani Bashkia Tiranë përpos pushtetit qendror buxhetit që mund t'i caktoj, ka dhe ca taksa që i merr vet.
ose minimalisht mund sa jote se si ti merrte, se këta tjerët nuk ishin më pak apo më shumë se ai, po ditin të menaxhonin bashkinë. Po nuk shtoja as vizën të parë, do prishte për turpizot, do kthyn Tirana nevojtore. Sinqerisht. Dhe gjithë enturazhin apo miqtë e tij që kishte thash deri ishin familja, nuk dilte fare nga rrethi. Gjithë njerëzit e tjerë thonin përpos që flinte gjumë që është gënjeshtar ekzemplar. Pa përjashtim të gjithë njerëzit që kanë pas një post të rëndësishëm politik, apo jo, më kanë thënë që është mashtrues apo. Ai është i tmerrshëm, të mashtron dhe të shef sy kështu dhe të gënjen dita për diell, më kupton. Ka njerëz që besojnë që nuk është ashtu. Ka njerëz që mendojnë se është pozitive, po besoj se do të jenë këta që edhe ai vetë shef veten e tij te ata. Më kupton çfarë do të them, ta them sinqerisht. Me qartë, një shef po karakterin e tij, po tipin e tij, po strukturën e shef te këta njerëz dhe me ato ka një lloj kështu flirti ose feeling, ndjesie që me ato ky është si unë dhe e afron dhe vërtet mund të jetë i sinqert me ata. Por të tjerët pastaj që qoftë edhe sta dyshoj se s'kan asnjë lidhje me karakterin e tij, është një mashtrues ekzemplar. Dhe prandaj po them që nuk e besoj as kur thoshte që do marrin pulën. Argumenti jote është që ti thua që Basha e ka larë duart me politikën. Pra nuk do e shikojmë me politikën. Duart me politikën i ka larë që ditën që zgjodhi të shpallte non grata Berishën. Në parti. Duke i bërë shërbim Shtetet Bashkuara të Amerikës, që kërkonin largimin e tij. Duart i ka larë kur i kërkoi Berishës që jo vetëm që tiktet, po të ndiznin këtë teatrin që ti mos ta urrente, mund të duke i bërë shërbim Amerikës, fillon e urryen demokratët. Duart i ka larë kur mashtroi një pjesë të demokratëve dhe i mojnë gjirin e vetë se me ide se ne kemi vullën. Pavarësisht se atë vit nuk nxjedhë vendore, me vullën u morë zoti Alibe dhe zoti Shehi që ishin pjesë tjetër, nuk u morë zoti Basha nxjedhë vendore. Ajo që po thonë ta themi fjalisht që nëse do dikush i manuar, pra, si ka mundësi ti jesh lider dështak, është zoti Basha. Jo, kjo është tamam si të bësh, për shembull, si të bësh i pasur në 90 ditë, se fjala vjen, ose si të jep mundësia të bësh i pasur në 10 ditë. Si të kanë pasurinë, është bërë i pasur. Po lekët ndihet ku janë tani, se nuk është vetëm po i ka, është tamam, për ato pastaj se kështu ka qenë i Zoti. Edhe kështu kur tentonin për shumë bote këto kështu se bote si kur arrote, merrte lekët e bote si kur arrote. Do ti që i trokisin te kunati ato aty këtu dire. Se kanë dhënë. Ja kanë majtë kunatin kështu. Po, e kanë dëgjuar dhon për një leje ndërtimi, mos gaboj. Kanë majtë, kanë thënë çfarë bën kështu e majtën. Po. Ka qenë dhe i përfshirë një nga këta politikanët e vjetër. Të rëndësishëm, po. Kjetët e Dajës, që e përmenjën të blogu, e cili kështë e hyrë në mjetës. E mirë. Kështu që ishte i dorës, i urit dhe i litarit. Po? Por ishte si kollë e mirë, a kupton? Që kollit e gjatë gjithë kohës shumë nuk të vret, po kukukuja nuk të pushon. Të mbanë. Kukukuja nuk të pushon, në këtë sens. Dhe pandaj thash, e humbi besimin e demokratëve, e urryn demokratët, e urryn si shqiptarët e urrenin a priori, pra që ishe socialist, ose kështu, sepse ishte një karakter që nuk të ngjallte. Ore nuk të ngjallte asgjë, sinqerisht nuk ngjallte asgjë, të betoj, më kam thënë edhe herë tjera. Pra nëse Ramën mund ta të thush Ramën e urrej, se është legendë në maskaraje, hajt dute. Më thush për Berishën e urrej për 1000 arsye. Ky as e urren as e don, se më vesh, është më vlla. A kupton, nuk ti e pas një lloj ndjesie. Unë mendoj që një njeri që të jetë lider përqas dy lloj emocionesh. Në kuptimin pozitiv dhe kuptimin negativ, janë dakord me të. Kuptimin pozitiv ose imponon respekt, në kuptimin që ti kur e shikon pritjes po flas për Bashën, po flas se duhet të jetë lider dhe po them pastaj do ta them fund ku është Basha. Si lider të vjen ta marrësh me shpulla, ti thosh çore legë nga karrika. E kam shumë filozofi këtë. Pra lideri në atë parë ose ngjall respekt dhe imponon autoritet, dhe lideri i tillë për shembull është Putini. Që në fund ditës dhe kundërshtari vetëm i madh, kur e ka përballë, detyrohet të flasë në informatike, nuk ka lënë dot masën. Po. Lideri i dytë është lideri i cilin qytetarët e ndjejnë të afërt, pa pak a shumë lideri martir. Lideri i cili, për shembull, që e ndjen në dhimbjen e tyre, Václav Havel. Janë njësoj Stefan Mesić që ka qenë,
i cili po ashtu ka qenë një nga kontributorët më të mëdhenj për pavarësinë e Kosovës. Me drejtë edhe Ibrahim Rugova, është një lloj misionari politik që e ka ndier afër. Deri diku mund ta themi këtë gjë edhe për Alçin dhe Gasperin, me Italinë pas luftës dytë botërore, i cili krijoi demokracinë kristiane, bëri ringritjen e Italisë, të cilën e lidhi me një ringritje edhe shpirtërore, për shkak se krijoi një parti politike e cila kishte brenda dhe filozofinë kristiane. Në kuptimin negativ pastaj, kemi edhe dy lider tjerë. Liderin i cili ti e di që shpërdoron detyrën, vjedh, abuzon, mi po çfarë ndodhi, nështrohesh me zor, sepse e di që përdhunimi që nuk mund të evitohet duhet shijohet. Shpreha që unë e them tek zona e tjerë, dhe ky është Rama. Pra si më thën sot, ajo që qarkullon si tezë për Ramën është kjo që ky ka përpara kundërshtar të dobët, është shumë i shkathët se ka kapur çdo gjë, ndërkombëtarët e duan, po e them kështu në mënyrë shumë popullore, spakun e kontrollon, kështu që ky sun më herë. Por edhe ndërkombëtarët mi pa aty nuk e do realisht. Por edhe ore tani fani se ka stani. Fal, ndërkohë roli tjetër se the vetëm tek kjo nuk do të pres fal. Edhe mbaj mend rolin e tjetër. Po, vetëm do të them diçka për ndërkombëtarët. Por edhe ndërkombëtarët e dinin që do i mashtronte. A kuptoj, është një njeri që e di që do të gënjej, po thjesht do t'i marrësh vesh se si do të ta bëj mashtrimin. Do të thënë ti thua që ndërkombëtarëve i shoh mënyra si mashtron Rama? Jo, që do i mashtronte Basha edhe për këtë skenarin që do përjashtoj Berishën e do sajonin gjithë të gjë. Do të Basha ndërkohë që Basha është tipologjia e katërt. Ka dhe disa lidera, të cilët në kuptimin formal marrin pozicionin e kryetarit. Dhe çfarë ndodh? Ti e di që kryetari Lëku ka dhe një aureol pushteti, po. Dhe edhe kur ai që është kryetar është budalla, kjo aureola të bën ty të futesh dyshim. Pritje se ka diçka këtu. Po ka, se s'ka mundësi, tjetë Tjetë këtë kryetar dhe budalla. Po. Do të ketë diçka kjo. Dhe budallaj treq budallaj, për i të vërtetë. Po. Dhe në një moment se që ka s'mundi gjithë si budallaj. Me këtë entourage, po prit mëse. Po. Do të ky lloj problemi që ata njerëz fillojnë mendojnë që ky për shkak se ka pasur këtë lloj pozicioni, ka qenë kaq lart, ka qenë afër ti, nuk është njeri do si do dhe ky e ka një skem. Ndërkohë që në fund ditës gjithë jemi njerëz. Grekët e lashtë nuk thoshin kot. Kur je në pikën më të lartë duhet të shqetësohesh. Edhe kur je në pikën më të ulët duhet lumturohesh. Se s'ka më pikë më të ulët do ngrihesh. Kurse kur je në pikën më të lartë, sot njeriu më shqetësohet do të jetë drama. Sot njerëzit më shqetësuar ata që kanë para, janë ata që kanë pushtet sepse jeta është ciklike. Nuk është statike. Nuk mund të ketë, sepse në atë formë e do kishte një dinasti e cila do komandonte çdo vend nga fillimi i historisë deri sot. Nuk do bindë në ato familje. Ndërkohë që edhe në botën natyrore. Luani plak, do të thonë do ata shikonte të biri, do ditë pa nuk mund vinte Luan i ri jashtë tufën, do poshtë do merrte tufën. Pa do të thënë, si më thënë, besosh që njeriu i fuqishëm do jetë gjithmonë i fuqishëm, është absurditeti më i madh do thotë ti je kundër jetës. Tash këta njerëz që duan këtë kanë qejf të lloj kryetare, pra do të thënë ne është si puna kur të bie një prind i keq, kur të bie një vllai i keq, që nga që ke një lidhje gjaku dhe s'do ta pranosh. Në këtë rast është lidhje interesi ta dish, për këtë që shohin kështu dhe e mban vetëm me shpresë që do ndryshojë. Jo më zotëri, është gjithmonë njerëzit ndryshojnë. Madje një njeri nuk do të ndryshojë, se ja imponojnë tjerë, ndryshon kur do vetë. Këta kujtojnë sepse duke ja imponuar Bashës do i ndryshonin, pra duke thënë që shko se ke përgjegjësinë tonë, ke përgjegjësinë e Shqipërisë, ke përgjegjësinë. Ora këtë gjë mund ta thuash edhe ku dëgjon një njeriu do si domën. Hajde se ke përgjegjësinë e Shqipërisë, problemi është kush e ndjen. Pushteti, për ta mbyllur argumentin tim, është diçka që në radh parë duhet ta ndjesh pastaj ta arrish. Pra domethënë duhet ta duash. Por duhet të jesh njeri i cili jeton natyralisht për atë gjë. Dhe je i prirur. E disa njerëz ka që masë sot janë shumë jashtë pushtetit. Po kanë predispozitën që të jenë një ditë brenda pushtetit, sepse duan edhe sillen atë lloj forme që ta tërheqin. Problemi i Bashës ishte si thuash pupaci perfekt që mos ta nuhaste pushtetin. Ta them sinqerisht, ishte njeriu perfekt që u vendos u katapultua kot nga hiçi, pa asnjë lloj kontributi në postet më të larta të Partisë Demokratike. Dhe kur vjen kështu tani ti me durën xhepa, pavarësisht se si të ka ecur ty, fati, kur vjen me durën xhepa dhe shef veten je kështu, je ministër këtu, je ministër atje, je kryetar bashkie, gjithë postet e rëndësishme që ka veni, pret tani që se përtej kësaj, mbas kryetarit bashkisë s'kishte gjë, mo ishte kryeministri. Po duke ecë vaj ky rrugtimi politik, sepse ja dhuruan dhe nuk fitoi asgjë, sepse ja falën dhe ja ofruan pa pas asnjë merit dhe pa treguar asnjë lloj grinte se e donte atë gjën, ai mendoi tani se o burra u hap thesi edhe kryeminist Lëkun dhe marr se s'ka ku të shkoj, se kështu që e ka kjo punë, më kupton. Problemi është se
në atë moment ku ky mendoj se do merrte kryeministrinë, ran poturret e Berishës. Nuk ishte më Berisha ai që do e kërkonte kryeministrin me kostumin e Bashës. Nuk i kishte ato pozita. Nuk ishte 2005-2013, më kupton, ishin i ran pozitat Berishës, qoftë brenda Partisë Demokratike, po qoftë edhe në kombëtarët apo ku dëgjon, edhe në PR për shembull, dhe duke e menduar Berishën për shembull si njëri pastaj që kishte kaluar i pushtet brisht, korruptuar për 1 2 3 4 arsye, 21 anari, gërdeci, dreqi e shejtoni. Kështu që Basha nuk kishte më njeriu që jepte pushtetin Partisë Demokratike nga pas. Më kupton? Dhe Basha s'ka qenë kur Berisha. Po t'ishin 2 Berisha, Berisha do rritë e do flite rehat mërë për në shtëpi, do thoshte ja ku e kam pasarsin tim, kjo do qaj vetë. Pa ishte i pupac. E këshim vënë aty pas i merit, a i zdinte, është si të marrë është ti tani profesion të atë, që është salë gjyqi, i ke bëj gjyqi njëri, thot ti tani, a i zdi se ku është. Dhe i gjeti vetëm pa përgatitur, duke gjeti vetëm pa përgatitur, me Berishën që nuk ishën kondita për ta rifituar pushtetin përmes Bashës, përfundoi aty ku ishte. Mori ato poste që i mori që ishin dhurat, ofiqe, mbas ofiqeve filloi rënja e madhe. Dhe edhe rënja e Bashës nuk ka qenë rënja e Bashës më në asnjë moment. Ka qenë rënja e Berishës gjatë gjithë kohës. Se ne e bëjmë sikur Basha ka qenë gjithmonë faktor në Partinë Demokratike. Unë realisht nuk e imagjinoj dot. Pra rënja e Bashës ka qenë gjithmonë rënja e Berishës, beja e formatit Berishës, e figurës Berishës brenda PD-s të Demokratës. Se Berisha tani e treguam që kush e mban. Kështu që edhe sot, nëse do marrë një pupac tjetër në formatin që Berisha do jetë mbrapa, prap do kemi të kurrje. Pra, në 2021 ka qenë Berisha më 59 mandate, nuk ka qenë Basha. Se dinin gjithë pyesë e madhe të vogël, ne jemi 8 vjeçarën tut poshtë, 9 vjeçarën çka kanë. Po ti pyesësh kush e ka PD-n? Berisha thën. A ku do të sinqerisht më burr. Ja vërtetë. Ore dha i riu që kemi në poshtë kur vim që është. Ne thot prekur gjithëm. Ore PD është e Berishës pasi e Ramës. Po s'ka më valla tani është, pra gjithë konsumimi, pushteti ka qenë kjo. Gjithmonë ka qenë Berisha mbrapa. Problemi ishte ta thash edhe një herë se atë mashtrimin Basha hyn vetë këta që janë sikur se the ti, liderët e kategorisë 4, por është dhe kategoria e mashtruesit. Ama ndërkombëtarët ishin të apasionuar nga mënyra se si, jo të apasionuar, ishin kurioz nga mënyra se si do e sajon të këtë mashtrim. Prandaj e lënë dorë zotit Basha. E dinin që do i mashtronte më burr. Sepse si shketi informatë, tani kur themi ne që njohim ca njerëz që Ilbert Trungu. Na thon po, Ilbert Trungu që ta dinë edhe qytetarët që na ndjekin, Ilbert Trungu është aleati jon, i cili na ushqen me informacione. Qof nga PD-shu nga PS. Dhe është personazh edhe mirë rrezikshëm se Nesti Angoni. Patjetër. Le ta themi këtë. Po, ideja është çka ka thënë Ilberi ditën e fundit që Ilberi tha që amerikanët e dinë shumë mirë që Basha do i mashtronte. Problemi ishte tha që ata ishin aq kurioz se si do e arrinte ta bënte këtë lloj skeme, sa i kërkuan tase që do e bësh ti këtë punë, do e përjashtosh ti dhe ai arriti përpes, po prap ngritjen e saj strukture, talli ata që mori pas vetes. Dhe po ti shikosh ata që kanë marrë pas vetes ishin. Ti tani po na thua që nëse e zemi. Më fal. Ata që mori pas vetes. Kush ishin ata që mori pas vetes? Qaf shumë. Po le se këtë se ka dhe njerëz nga ata që i kemi xhan. Jo më i kemi xhan, nuk po them gjë, po që mori pas vetes nuk është se kanë pas një herë për shembull pozicione të larta në Partinë Demokratike. Mori Gjino marri gol mas vetes mos merrte Basha këta po. Po pra. Vetë themi gjë. Ti po thua që duke qenë se Basha është kaq bombë rrezikshme për ambientin ku është, po thua që për shembull e zem, SBA nëse do që Rusia të humbi luftën me Ukrainën, çoj Bashën të jetojë Rusi, ose nëse sot Izraeli do të fitojë luftën me Iranin, ta çojmë Bashën në Iran, të jetojë atje dhe ja fortesa që bëjnë vetë. Nëse jo, të them që nëse situata midis Izraelit dhe Iranit ngëc, ose midis Izraelit dhe Palestinës, për shembull fjala vjen, të dy tani e kanë humbat pjesën e anëpushimit dhe të po sulmon njëri tjetrin. Nëse i duhet një skemaxhi që të ndërtoj se këta me fjalë që të lidhi komplet situatën që të dalin të dyja palët mirë, duhet Basha patjetër interlokutor. Po. A kupton që ta rregulloj situatën që të dalë edhe Irani
në ball lart, po edhe Izraeli se e fitoi luftën gjatë dhe i vuri dyja këmbët me i kpuc Iranit sa i përket ekspansionit të uraniumit drejt shetan pretendimeve që atë kanë. Po edhe Irani se doli si populltrim. Shkon bashkë aty ta bën skemën, na kupton? Dhe dalin të dy faqe barë, të dyja shtetet mbaron luftan për një javë, i gjithë mire, ka e zotria. Se merr vesh më burë, kupton, kur të thonë të vërtetën apo kur të gënjen. Se një robi për shembull i skuqet, i nxjihet, ai s'ka asnjë lloj ndjesie, pra asgjë. S'ka faj. Njerëz tani se s'po kujtohet, po në psikologji njihet janë njerëz që nuk përjetojnë emocione fare. Me fjali kanë është sociopat. Jo, sociopat është tjetër gjë, ose antisociali për shembull, është tjetër gjë, po nuk ka i term tjetër, por që do ta gjej. Empatik. Jo, është smundje, realisht është smundje, ka njerëz, biles është bërë dhe i serial Netflix, po ka qenë djali një personazhi shumë njohur në Itali shumë vite përpara, e kam parë 20 vite përpara, e një zonjë, si më thënë, VIP në Itali, kishte djalin që nuk përjetonte asnjë lloj emocioni. Dhe këta njerëz janë problematikë. Autik, e kuptoj. Nuk është autik. Është një term tjetër, por këto njerëz janë problematik kur nuk provojnë asnjë lloj emocioni se ndërton mund të jetë rrezikshëm edhe shoqëri, po më shumë rrezikshëm ndaj vetes, sepse ai mund të krijojë, mund të vetë krijohet pas një lloj në këtë sens. Edhe kështu përfundoi edhe ai ideali, kështu dhe Basha tani. Okej, për ta. Nuk e di vetrimin. Për të shkuar tek faza e konkluzionit. Patjetër, më fal. Fal. Ideja është që ta kuptoni, miqtë tonë të dashur që na ndiqni. Indikatori për të matur një figurë politike, kur është lider, ndahet në 3 kategori. E para një leadershipi që krijon brenda një partie. Në këtë formulë mund të fusni si Bashën, si Ramën, si Nanën, si Berishën. Po të shikoni strukturën e leadershipit drejtues Partisë Demokratike, ishte njëjta strukturë që ka qenë edhe në kohën e zotit Berisha. Pse ka qenë kjo strukturë atje, e jepni vetë përgjigjen, kuptohet pra realisht sa ishte kryetar de facto. E dyta, shikohet kauza kryesore, çdo njeri kur vjen në pushtet ose kërkon për të ardhur në pushtet, ka një kauzë bazë. Rama për shembull e kishte anantemuar sistemin e drejtësisë me vite, me kohë dhe kuptoi që kauza vetëm do ishte reforma në drejtësi. Gjë tjetër se u bë kjo reformë, pa i kishte një synim. Pra, se më thënë shqiptarëve dy gjë i paraqitej deri në 2013. Do keni një drejtësi të pavarur dhe do keni taksën progresive që kush fiton më shumë do paguajë më shumë. Gjë tjetër që edhe ai bëri mysybet, po kurse ky nuk kishte një kauzë ta lidhësh. Pra, po heqim leadershipin. E dyta është nuk kishte një kauzë. Cilën ti thoshe që po më vlla kur të vi Basha, unë besoj që mund të bëj këtë. Patjetër. Dhe gjëja e tretë që është më e rëndësishme është çfarë krijon ti në momentin që je në opozitë. Rama sa herë ka qenë në opozitë, për shembull, ka pasur kreacion. Herë krijoi atë idenë një politike për tet majtës, djathës, në cilën tha unë jam Fanoli, ose si thua Konica dhe shkolla e Konicës dhe Fanolit. Po, shkolla e Konicës. Skemi të shokët tonë, shkollat e këtyre të tjerëve. Po, shkollat e gazetarëve të Mirobazës dhe Blendi Ferziut, ndërkohë që e dyta që ka më rëndësi është që ti nuk e lidh dot, nuk e asocion dot me një emocion kur e shef. Për shembull, Albin Kurtin ti jepi idenë e luftarit vazhdueshëm. Pra njeriu konsistent. Berisha ti jepi idenë e njeriu karizmatik edhe problematik. Dhe si për shembull të notosh në një pishinë me peshkaqenin. Si të notosh të liqenin më burr që e di që është ujë të freskohesh nga. Po ka gropa katinën, që mund të. Për shembull Rama ti e di që është njeriu i cili është hili në veprim, pra është personifikimi i hilës. Ti e ndjen, sado që ai mund të bëj ato batutat e veta, ato ku dëgjon raportet etike, njeriu që të përshtatet, ti e di që në fund ky njeri do të marrë gjithçka dhe mos t'i japi asgjë dhe në fund e të djegë. Ndërkohë te ky nuk krijohet dot një ide. Përveç se idesë së njeriu që thjesht duke qenë prezent dhe duke prishur punë dhe duke ndetur kod do të përfitojë. Edhe nuk asociohesh dot si lider, sepse 90% e botës janë të tillë. Ora 90% e njerëzve që jetojnë pretendojnë që duke marrë një rrok, duke ndetur gjithë darkën dhe gjithë mazitën në shtëpi dhe duke komanduar gruan se çfarë do të gatojë se ti pastroj shtëpinë, pretendojnë që ditë bëhet me lekë ose milioner. Ose pjesa më e madhe grave, të cilat domethënë nuk është se mund të japin diçka, pretendojnë që një ditë duhet të jenë gra që të jetojnë në luks dhe që burri vetë do të jetë më i pashëm, më i ditur, më i pasur. Pa thënë se çfarë fonde komerci kemë. Pse do pa martu? Dhe Basha ju asociohet me këta njerëz. Tash ka një problem këtu, kur asociohet me këta pse se kanë votuar, sepse këta nuk duan të ngjashmin e vet. Këta duan atë që është i kundërt me ta. Nuk duan të ngjashmin e vet.
Dhe ideja është që nuk ka qenë asnjë figurë e cila kënaqte, qoftë në mënyrë negative, me shohin e vet këta njerëz. Këta që rinë kot. Këta që rinë kot në divan në shtëpisë, këta që rinë 8 orë në shtëpi duke fjetur. Që zakonisht mund dalin vetëm natën për të Edhe gruaja thot për shembull me ose që vën punë ku shkojnë. Duke fjetur ora do dalësh nga shtëpia vëlla se e bre grup kalbe. Po çfarë fjetë për kalbe divanin. Dhe realisht Basha është personifikimi më i mirë politik i këtij njeriu. Mua më vjen keq sepse kam pasur si thuaç mundësinë ta njoh nga afër për zhvilluar një cikël podcastesh, në cilën në atë kohë për shkak se mendonin që opozita kishte nevojë për më shumë zë, bashkë me kolegun tim Ermal Peçe, kuptova ishte edhe pak leshko. Kuptova ngurtësinë e tij. Po do ta them pse ka. Jo, kishte dëshirë të ishte i ngurtë. Dgjoj, njeriu Andri ka diçka. S'm ka rasti dhe mund ta takoj. Dgjoj Andri. Edhe kur i tha ai personi me cilën unë isha, i tha që ti do bësh shumë shpejt me fjalë do punojmë që ti të bësh kryeminist i ardhshëm. Kërceu kështu e ke parasysh nga entuziazmi, po thjesht duke ja thënë se mendonte se e kupton është kjo pjesa që ta thot ai njëri te rruga dhe e beson te se kështu i kishte zvaj më. Por edhe unë kam besuar që mund të ishte më, se ka pasur gjithë predispozitat. Si, themu tani që të bësh ti, do bësh kryeministri i parlamentit, do jesh drejtuesi i parlamentit evropian. Si mund të entuziazmohesh, a kupton? Do thosh vëlla, ç'pun kam unë prit se do bëj, do mendoj Robir, ku janë lidhjet, ka e di ky, pse, a kupton? Kush janë premisat, në çfarë pozite janë, çfarë ti po thua që njerëzit tallin trapin dhe ai beson edhe po talli mora ai po them e kisha në tavolinë dhe ai besoi sepse çdo gjë e kishte for granted ai më buri kishte marr lehtë. Realisht, logjikisht në parim ka pasur gjitha parakushtet për të bërë kryeministër ose për të bërë njëri i pushtetshëm politikisht. Nuk ka dashur. Tash ne nuk kemi se ta vëmë në funksion. Se unë nuk i lexoj diku të vetëm zoti i madh e di. Nuk ka dashur. Patjetër nuk ka dashur pra. Jo kushtet, mekanizmat, kushtet, njerëzit, pushtetin. Se nuk mundoj, pastaj është diçka që këtë po prandaj po them pra. Nuk dinte më valla po them. Ore tani po kuptojmë tani se po flasim ne tani. Ore nuk dinte më burr, nuk e kujtonte se do vinte një ditë, pra ai ka menduar. Nuk e kam besuar sinqerisht po them. Kujtonte se Rama një ditë bukur, masit marronte 4 vjet ose 8 vjet do thoshte do iki unë. Do vi Luli se ka shkëlqyer në kohën kur ka qenë ministri i Brendshëm, ministri i jashtëm, ku dëgjon i gjithave. Çka ka qenë kryetar bashkia apo ministër ç'a bëni se ka qenë 3 herë i Brendshëm. Tani o vlla, ai mendonte se Rama do mbas 8 vjetësh ishte kjo pjesa që ka rotacion politik ose shqiptarë do heqin Ramën, edhe unë po pres. A kupton? Po pres sa të heqin shqiptarët Ramën, ishte çështje kohe, ai mendonte se ishte çështje kohe. Prandaj po them ishte idiotë bur fodull. Ta them sinqerisht apo. Nuk e mendoj këtë pjesën, nuk është se e them, nuk e them kohët, ai mendonte se vinte erdhi kohë dhe e shkatroi po dën. Se Ramës ju ngrit menja prit Allah tani se bëhet kjo punë tani t'ia jap dhe këtij budallajt unë pushtetit në tavolinë, se të vjen dhe është dëfyrje për ty. Se Ramës i është ashtu nëna ku i thënë za. Sinqerisht edhe për ta marr me protesta e me grevorie e me drejt, shiton kundër Ilirit me Ilirin, si sheka vëlla. I ka thyr dhomët, i kanë çfarë se kanë bërë, kanë rënë. Si mundesh ti vëlla? Qartë. Ka luftu, është përgjëru, edhe për të marrë partinë, të i shku si njëri si tjetrit, nuk e ka falë. Se thoshte të bëfsha këtë, të ëngsha këtë, të mosha këtë. Vlla, Rama kur ishte muhabeti për të bërë lideri i Partisë Socialiste, ta taku të gjithë të shku të shtëpia çketis dhe bëhem unë. Në ka bë makinacionet e veta që te i ka bindë i ka mështu. Nuk ka rëndësi. Lulit e dhanë më vlla. Do e ke ti vlla. Rashevdi që as partisë se ka marrë vetë, më ja dhanë, se ka i den fare. Ju nuk e dua. Po pra, ai se di çka ka ndodhur, ta them sinqerisht. Edhe misionin e vetë që ja shkruajtën të tjerët, si Endre Çili. Po nuk di çka ka shkruajt as librin e vet, nuk e di çka ka shkruajt po them. Ai nuk di asgjë çka ka ndodhur. Sa ka lupa tuta tjera. Ta thashë të punën dashnore se edhe atë rrezik i thoshte në njëri, ore. Hajde ti. Si jo. Hajde ti se unë nuk jam për atë fonë, kupton? Vojarist. Po s'du me dal tani që them gjëra të tjera, pa bëj pa më mor. Ai po do ta provoj zon, them dhe diçka tjetër. Unë mendoj që ti ke drejt. Domethënë ai ka qenë somnambul.
në gjithë të që ka ndodhur. Pa somnambul janë njerëzit që ngrihen në gjumë edhe ecën, pa e ditur se ç'bëjnë. Pa di që ai ka qenë somnambul politik. Kanon disa herë, po. Ai domethënë nuk ke të drejtë sepse ore të t'japin një Ferrari për t'i dhënë. Dhe ta kthesh në një Fiat Punto, do bësh lavazhier i Ferrari të thjesht ta lash gjithë ditën. Ta shikosh se një ditë do fitosh Grand Prix e Dubait, fjala vjen midis konkurrentëve më të mirë. Ti e la gjithë ditën të lagja, a kupton? Sepse do vdesi Hamiltoni, do kthehet ky do pensionohet filani. Ti nuk mund mendosh se do di kataklizmoja që ky tani do jeti vetëm pistë për të kaluar për të kaluar finishin. Çfarë bën përshtypje? Ta them sinqerisht. Është budallamër burr. Fal për shprehjen. Unë kuptoj që unë ëndër filozofi më të madhe unë kisha shkly me dhom Ramën më burr. Ja të them, filozofi më të madhe nxjerr nga gjërat e vogla. Unë për shembull në jetën time motorit me marshë nuk kam ditur të jap. Po. Ose motorave të mëdhenj. I kam bërë këtyre skuterave. Edhe tash për të bërë gjë ndryshe, duke qenë se behar, punë kemi më pak, kohë të lirë kemi më shumë dhe për mos harxuar me gjëra, po gjithmonë është ide të mësoj diçka të re, ju futa kursit motorit. Për të mësuar motorat e mëdhenj. Ajo që më bëri përshtypje është realisht me 1 ose me 2 seancat e para, vetëm nga dëshira e madhe. Por e mësova shumë shpejt kohën e marshit, freksion do thoshte nga makina, drejtimin, kthesën. Dhe vura re që kishte që i kishin blerë motorat pas se thonin kursin. Nëse po ta them për të politikës, kjo është e keqe, se duket të jep siguri, po prit. Dhe donin dhe nuk mes dhe çika shpejt, e kupton. Me ferras si Luli, po as jam dakord. Shumë shpejt. Jam dakord. Ndodhe makina. Kam te kjo ide. Kuptova një gjë dhe ma tha gjë të bukur ai instruktori. Më tha mund dëgjoj. Thashun për sa seanca ti mendon që un jam si më perfekt dal rrugë. Por mua e sot ai po. Nuk mos e mendoj tha për sa seanca e gati. Ti do ta shijosh ta këtë që bën. Dhe ti ka rrotu se nuk di. Pra dhe ti kur bësh kryetar partie, nuk ka rëndësi më aksioni ti bëj një aksion opozitar që e beson më ti po thuaj që Lulin edhe te këta instruktorët e autoshkollave ta çonin edhe motomjeteve ndoshta i kishin dhënë ca kështu projekte leksione politike më shumë se sa edhe të udhëheqës një parti politike shoj se të mësosh një motor, një makinë ose të japësh një gjë. Ajo që ka rëndësi është kjo që ta bësh me pasion, ta duash dhe ti prodhon diçka kur e bën. Ta them sinqerisht Lulin zëre se nuk ka ekzistuar kurrën PD. Ta them sinqerisht. Pra ti po thua Luli është fantazma Kasper, të cilin e kemi parë, por realisht nuk ka qenë. Nuk ka qenë. Përsa ko ka qenë i Berishës, dhe kur iku si i Berishës, në gjykimin tim. Çdo gjë që ka bërë nuk e ka në asnjë lloj merite të vetën. Asnjë lloj merite. Patjetër mos edhe në Partisë Socialiste po se ti cakton kryetari Rama. A kupton, po këta edhe brenda për brenda kanë betejat e tyre politike. Po ç'i kishte betejë Luli? Luli që kur erdhi, hajde babe, a kupton? Po. Aty rrujti qethi e kurosa ai me ato lloj kostumi, as shije për muzikë, se pavarësisht se ka qenë DJ. Unikatilin e kishte në këtë fushat. Shije. As shije për rroba? Pse ul kokën në burr? Nuk e them që kishte rebel doli burr, me xhumë kure, me gële, kupe. Mi fal. Nuk e kam të shija me 4 djatrat. Më dëgjoj sekond. Unë mund dal këtu poshtë tani te lagja, edhe më takohem për shembull me rojen e shkollës ose rojen e parkingut. I ka shije atit edhe muzika që dëgjon. Me një rom, i ka shije romit edhe muzika ati, tinini talavaja, kupton? I ka shije, i shkon, më kupton, dikujt i shkon, i që Lulit nuk i shkon më vëlla, nuk e personifikon as muzika që dëgjon, as atë që paraqet si të vetën. Pra unikatili me Lulin, unikatili i bie që ta grisi pasaportën shqiptare, vetëm se e ka përdorur kjo atë kongën. E personifikon unikatili Lulin për shembull edhe si tekst, edhe si fizionomi, edhe si karakter, fare. Pra gjithsesi kur ti do të më shumë e personifikonte Berisha me vallën e Tropojës. Ore më mit kishte vënë te teatri operës, ndoshta nga ignoranca, edhe s'do e kishin kuptuar Lulit mendon. Për shembull Lulin Berbere e Sevilës. Si? Ka reper, meqense jemi të zhanri rap, pas ta mbyll ta kalojmë ta. Si shkon, po, si këngëtar mendon ta them unë për shembull këtë. Patjetër, po mendon ti po? Që duhet merrte se ka një sër figurash, që se çdo figuri përshtatet dikujt. Nga këta që bëjnë rap, ose nga këta që bëjnë muzikë. S'po njoh shumë tani. Ha? S'm kujtohet tani shumë. Jo më ta them sinqerisht se ka sa duash, po për shembull, këtë kujton ty që Luli përshtatet me Lulin. Që përshtatet me Lulin që Luli mund të përdorte këngët e tij. Po për i të vërtetës më thonë është një... Ato janë këto të
Ky Mercedesi, çaj çon. Jo, fremësit. Jo, ata i mori Belinda. Kjo fatkeqësi që ndodhi na shkatroi. Po për shembull, shokët na i mor. ka qenë këngëtar. Që ka në YouTube që ka emrin seriali. Për shembull, ai mund të përshtatet Lulit. Po, ishte repist, ai ishte artist. Ai bënte humor. Unë fat ajo me Mercedes në zi, nuk ka nësi ishin nga Fieri, mund të gjej manët Luli, se Fieri Vlora kishte ca delle lartë e poshtë. Shiko, nga kjo e pjesa i popit e rapit. Jo, nga teksti mund ta lidhte. Kjo fatkeqësi që ndodhi. Ajo më produkti se teta, rritë presi pem. Po, eri presi pem, po, produkti se teta. E drejtë. Po, si a shef, si ka marru, tha Gjon. So, pra të po themo. Rritë presi pem. Kushkoj? Rritë presi pem. është perfekt për ta mbyllur me këtë muzikë. Po ta kishte ta vinim son. Po sa le copyright e YouTube-it. Problemi është se gjithmonë për shembull kur kishim vegjël kemi pa ndeshjet e futbollit edhe thoshim ç'a ndjesi e ka ai sportist që shkon në finale një botërori, që është pjesa më elitare për i futbollistëve, është Kupa e Botës, qofse mrekulli me botës, ka arrit majën e futbollit botëror. Dhe të shkosh në finale dhe ti kalosh aq pan mos ta prekësh dot. Por të gjithë aty të paktën ndihet që futbollistët kanë pas gjithmonë atë tendencën grindhet dhe gjithmonë çdo lot, dëshpërim, gjithmonë pas dështimit kanë qenë shumë i sinqertë se kanë luftuar për atë gjë. Kurse Luli s'ka qenë me i fen, se fut dot as si futbollist që ka tentuar ndonjëherë me kap diçka. Nuk e futu të as te Stoli, se dhe Stoli që nuk merr pjesë për posa sajt ka një pjesë të rëndësishme, ndoshta për ekipin, për një zëvendësim, apo mund të ketë los 5 minuta gjithë. Ky s'ka los kurrë më burr. Ky s'ka drejt as të qaj, as të inatoset, as të kërkoj. Ky është fiks ajo që po bën. Minimalisht bëj ato pushime, jazëk i qofshin ato, sepse të paktën nuk e shkatronte, me fen mund mos ta shkatronte këtë vend. Sepse vërtet fajin ose si thuash historia e zezë e Partisë Demokratike në thonjza ose historia e zezë është zoti Berisha, por Luli nuk bëri kurrë asgjë për ta ndryshuar këtë. Kurrë. Pra, ti mund zgjedhi, unë të zgjedh ty. Unë i kam bë 4-5 gjëra të mia të ke parasysh që ty të njollosin. Po ti mos bësh asgjë as për veten tënde për ndryshuar imazhin, për veten tënde ti luftosh për kauzat e tua, pavarësisht se nuk të përfaqësohesh nga ai që të ka vendosur. Ai s'bëri kurrë asgjë. Dhe mendoj se o ka qenë Popac që është përdorur në këtë formë nga fillimi deri në fund. Unë prandaj e mendimi që gjithmonë rënja që ka pas PD-ja ka qenë rënja e Berishës, nuk ka qenë kurrë rënja e Lulit. Luli s'ka asnjë lloj investimi, asnjë lloj kontributi. Unë nuk e di kur dëgjoj këta pastaj më bën dhe habi, ore sinqerisht tani po bëj mua shumë sinqert. Kur shoh këta debilat që më thonë që ky është kontributor, se ky ka bërë 1 2 3 4 më vjen me qeshë dhe them ç'a thon më va. Ore ç'a thon më va, këta janë për gjumësh apo unë se di me fjalë çfarë ka bërë ky njeri që i ka merituar kaq shumë gjëra. Dhe çfarë taksirati kishim ne? Demokratët, po them se s'po them unë vetë se mos ta marrin se kështu që i dha më shumë Lulit. Pse ja dha më shumë Lulit? Te përgjigjet do ta kërkojmë te Berisha. Po. Dhe është perfekte për ta mbyllur të emision miq. Domethënë pyetja është pse Luli mori kaq shumë për dhënë kaq pak. Dhe e presim që na jepni përgjigjen me komentet tuaja. Nga unë Marsit Gupi dhe nga miku Iman Ribala, besoj që do shihemi përsëri me miqtë tonë që na ndjekin gjithmonë këtu në emisionin Pa Emër. Faleminderit dhe në Antena Televizion. Faleminderit. Ciao.